Eva shkoi të bëj thojtë, I kishte ngjyrë të kuqe, tani ç'ngjyrë mendoni se do t'i bëje? Ja të shikojmë. Shkoi që t'i bëj thojtë pas 1 muaj e gjysmë, nuk e di sa kohë kishte, po kishte shumë kohë, ndaj edhe kishin ikur aq shumë thojtë, po prapë. Tani gjeti kohën, çfarë të bëjmë? Të gjitha femrat që punojmë, edhe e dini shumë mirë që nuk kemi kohë edhe për këto gjërat e vogla të cilat na japin kaq shumë kënaqësi, po çfarë të bëjmë tani kur kemi detyra të tjera? Këto janë gjërat e fundit që bëjmë, që duhet ishin gjërat e para, se na bëjnë që të gëzohemi dhe kur një femër është e gëzuar, atëherë është më produktive edhe në shtëpi edhe në punë në çdo gjë. Siç mund të shikoni tani, Eva I bëri French manikyr, edhe dolën shumë të bukura. Mua gjithmonë më pëlqejnë këto ngjyrat e hapura, nuk më pëlqejnë ngjyrat e errta, nuk më pëlqejnë ngjyrat e kuqja, po Evsi pëlqejnë edhe ndaj kishte bërë ngjyrë të kuqe. Sado që vi në festat e fundvitit, unë prap në ngjyra të bardha jam. Si u duken?